Vetëm si kur dhe i pari këtu në Itali, në jem restorant El Gaspadua, jam vetë, i kam 8 punëtor. Këtu jam punej ma shumë me të venit, me venecian, punoj edhe me shqiptar. Këtu i marrë që 2007, sa është jetoj në Venecia, kështu 18 vite. Për i fillimit kam me punë me restorante, me kamarierë kom fillu. Ndërkohë jam hi si artak me një shqiptar tjetër, edhe me italian. Tash që 2 vite jam punoj vetëm me kumor lokalin. Jem kanë shumë se që jem kanë vetëm si kumor dhe i pari këtu në Itali. Kam qenë që s'kam pas kërkosh më një mu, e kam pas dojnë, po tani ata në Gorgoricë, edhe tash që kanë këtu i marrë vetëm, kështu jem hinë si në kish, si thëshin ma herë në kish, tash që e tani ja kom villu kanal dolin të me punu edhe si punëtor. Kom pas qef gjithë në Itali. Veni jam i pari, ja kom preferu në këto mimit. Ka qenë si me ardhë me bon një financement shumë të mirë që dohet, më këthy në Kosova pet, po ndërkohë tash ja lidh me familje, me këtë jena lidh këto, është si po kështu me tu këto. Une e kom marrë lokalin për me punu vetë, kështu si jom hi në sistemin e punës, kështu si me kom dash punën, e du këtë punë e du shumë edhe kom stabilizu me marrë këtë lokalin vetëm. A kon shumë shtirë se vetëm në fillimet një vit që më ka shku vetëm me shti klienta, me bo punë, me bo ato. Tash që mirë jam kom dollë, që 3 vite jam tash që këto, shumë 2022-2025 jem super, jem të punu mirë. Këtu jam punej ma shumë me të venit, me venecian, si janë këtu si jetojnë në Venecia. Punoj edhe me shqiptar, me familje, me sani kështu. Edhe turistat kalojnë gjithë kohë. Unë gjenda këtu në Rialto, ofer Rialto shumë as 20 metra për Rialtos. E kom gjetë një vend shumë qetë, për me pos ma shumë me punu me të venit, me punu me shok, me shoshni, me gjithë personë si njohin apo diçka. Turistat në qofë si vinë mirë se arqin. Tash ka shumë shqiptar, ka shumë familje, që unë kojmë marrë në 2007, ka pos shqiptar, po jo qatë shumë. Tash që janë dhe në gjallë 70% kanë rritë me familje me sene shqiptare. Vetëm në Veneci po foli kështu. Ne jem restorant El Gaspadua, Venecia. Kështu në ofrojmë ushqimin për i postav, mishrav, peshqit, pizzav, gjithë sen si i bashkohëm Veneces. Jam vetë, i kam 8 punëtor, jam bashkë me vëllo, kështu si vëllavi punon kuzhinë, unë në solë. Nuk kena diferencë. S'kem pëse tuk si punoj me të venit, nuk kem kurfar, s'kem fluksa. Fluksa mujnë me pos qërshoj koriki, tetoj, nëntoj, ka diçka si ka ma shumë turista, po nuk e daloj se shmo punej vetëm. Tash për momentin si e kom marrë lokalin që jam vetë ma pak, po 2-3 herë në vetë po shkojnë edhe në Kosovë. Unë kam qef që më ardhën njërien si e kom dosh punën edhe kështu me vazhdu, kam qef e këtë trit me ardhë që si dojnë me dalë në Evropë me punu e me arrit ku dojnë me arrit si unë që kom arrit të i tash që këtojnë. Kam qef mos me shku rrugë këqia, me punuen, qofë si punojnë janë me familjen me gjithë kanë.